Se u bë gati nga 2011 që e njoh Velsin, kam bërë çmos, kam këmbulur që i thoja që të lutem jo motor, sepse di që ka çik është impulsiv si njeri edhe i thoja vllai, domethënë po jeton një jetë që është e papërfillshme përqindja e njerëzve që kanë mundësi ta jetojnë. Mos e çot dëm, po. Mos e çot dëm sepse respektoje. Fiks kjo është lej këto edhe deri diku domethënë ka funksionuar, më ka dëgjuar, po kurse kur vjen puna te makinat pastaj do të thoja që e kam dëmtuar. Edhe më vjen mirë që më dëgjon. Edhe dua ta ruaj diku atë historikun që kemi nga 2011, sepse çuditërisht domethënë të gjitha makinat që sugjeroj unë, të gjitha i ka bler. Padyshim që ai ka gustot e veta. Absolutisht, po. Po që ai mund të ketë bërë një devijim të ngjyra, kurse të paktën te modelet më ka dëgjuar.